Kryetari i Lëvizjes Shqipëria Bëhet Adrati Klapaj ka reaguar pas vendimit të policisë për ta proceduar në lidhje me protestën e zhvilluar para kryeministrisë. Sipas uniformave blu, procedimi lidhet me pretendimin se Klapaj kishte bllokuar trotuarin gjatë protestës, megjithëse Lëvizja kishte depozituar më parë një kërkesë dhe njoftim për aktivitetin e tyre sipas procedurave ligjore. Kam proceduar sepse sipas këtyre kam bllokuar trafikun. Nuk e di këtë trafik kam bllokuar se ne protestën po e bëjmë në trotuar dhe nuk e bëjmë në rrugë një. Pra ne po qëndrojmë në trotuar para kryeministrisë dhe nuk kemi bllokuar në rrugë këtu. E dyta, paskër kam vendosur çadra dhe kam bllokuar qarkullimin e njerëzve. Nuk e di çfarë shkollë kanë ata që i kanë shkruar ato letrat. Po ne kemi bërë një kërkesë, kemi bërë një oftim sipas vendimit gjykatës kushtetuese dhe ligjit për tubimet dhe siç e pat, përpara se të kthenin përgjigje, erdhën dhe i hoqën çadrat pa u vënë. Klapaj akuzon qeverinë se po përpiqet të shpërqendrojë opinionin publik nga problemet reale të qytetarëve, përfshirë mungesën e medikamenteve në onkologjik dhe menaxhimin e keq të shërbimeve publike. Ai e cilësoi procedimin si një mënyrë për dëmtuar të drejtën e protestës dhe për të zvendosur vëmendjen nga dështimet qeveritare. Se kështu do i mbuloj vjedhjet që i ka bërë Shqipërisë ky me kallëzime për bllokim rrugësh ndaj meje. Kështu do e bllokoj ky fakti që s'ka ilaçe për kancerin të onkologjiku. Me letra që shkruajnë këta bakau i lartë e poshtë për kallëzime penale, pse çaj kanë bërë kësaj republike? Çfarë vepre penale kanë bërë unë? Dhe guxoj të flas. Pse si do ky? Jemi të gjithë me mec, gjithë që nuk flasim, të heshtim. Edhe pse kemi mundësi të flasim. Çfarë do ky? Që të mos e themi ne që nuk ka ilaçet e onkologjiku. Se ndryshe ky na procedon penalisht. Kë do trëmbi ky? Mua do trëmbi. Pra nuk duhet të themi ne që këtu vidhen parat dhe ekurin tunelin e Ogaras. Se ndryshe na procedojnë zarat e Edi Ramës. Do trëmemi ne. Seriozisht e ka ky. Me këto do na trëm ky ne. Çfarë do ky? Mos themi ne që inceneratorët mungojnë. Po ndërkohë 400 milionë euro ke cica e këtij dhe atyre që rrin me këtë. Policia avion procedimin, ndërkohë që Lëvizja Shqipëria Bëhet paralajmëroi se do të vazhdojë aktivitetin e saj për të tërhiqur vëmendjen ndaj çështjeve sociale dhe skandaleve që sipas saj mbeten të pazgjidhura.